Muaji 21 janë të arrestuar, po mbahen, sipas mendimit tim politikisht, vetëm sa për të gjetë dikën për të mbuluar rastin, nuk zhvillohet transparent, nuk jemi të kënaqur, mendoj se nuk është trupi gjikues i ndershëm, edhe pse na kanë thënë. Ne e dim se ekzistojnë ligje në Republikën e Maqedonisë, por ato ligje nuk përfillen. Avokatët mbrojtës, neve çdo herë po na thojnë se sipas ligjit nuk ka drejti vonoj proces verbalet. Duhet t'i jap ditën që ndodh seanca, mirë po ato nuk jipen dhe mendojmë se është e mundur të manipulohet. Edhe pse është e filmuar, mund të korrigjohen, mund të hiqen disa fjalë që janë për shembull në favor. Ne faktikisht nuk kemi nevojë as për mbrojtje, sepse jemi të pafajshëm, e ndiejmë veten të pafajshëm, mirë po kjo ja mundson ligji për t'i zvarrit. Prej ditës së shpalljes së akt akuzës, ato kanë drejt t'i marrin 2 vjet. Edhe pas 21 muajve të thomi, nuk ka ndonjë argument se këto i lidh me rastin. Gjatë dëshmive të dëshmitarëve të palës mbrojtëse, asnjëherë nuk është bërë pyetje nga ana e trupit gjikues se a kanë pas armatim, a kanë pas ndonjë send, por lidhjet farefisnore. Kush me kë është, çe ke këtë, çe ke atë, a është miq, a është vëlla, a është motër, ku jeton, ku ekziston, s'ka lidhje të bëjë me rastin. Dëshmitarët okular, të cilët sipas mendimit tim, që e kanë thënë të vërtetën, ishin ato Rom, që nuk i kemi angazhuar ne si palë mbrojtëse, por pala akuzuese prokuroria i ka nxjerr dhe thojnë pyetjet kruciale kanë qenë: a është ky personin të cilin e keni pa afër liçenit? Jo, nuk është. Po ky tjetri, asnjëni nuk ka thënë se këto janë. Mirë, po këto pas 5 muajve e gjetën një dëshmitar kinse të rrezikuar, se nuk është i rrezikuar nga ne, ai është ndonjë i shantazhuar, i cili jep dëshmi me dhunë dhe pas një kohë shpresojmë se do të del të thotë edhe ai si ai dëshmitari i rastit Oreshje, më ka dhunuar policia, më ka thënë të them kështu, më ka thënë kështu, më ka porositur kështu. Prandaj ne nuk jemi të kënaqur nga ky rast. Ne aq kemi mundësi të bëjmë. Nuk jemi të kënaqur në lidhje me transportin që e bëjnë prurjen në përseanca, gjatë gjithë kësaj rruge, për 20 muaj me radhë, ato i bien që do të thosha dikush kafshat i bie më në mënyrë humanitare. Mirë po këto i kanë dënuar dhe ne jemi të vetëdijshëm se këto i kanë dënuar që ditën e arrestimit. Këto kanë qenë të dënuar dhe tani vetëm po bëjnë kinse zvarritje, po bëjnë kinse po punojmë në lidhje me rastin. Këto duheshte të lirohen që ditën kur dëshmitarët okular Romët kanë thënë se nuk janë këto, pastaj ne të vazhdojnë procesi. E jo t'i mbajnë në burg 21 muaj me kurfar dëshmie. Unë mas pari ju shna shprej ngushëllime atine familjarëve që i kanë fëmijë të humbur. Por një dujmë me ju kallëzu. Na nuk kemi vrasës. Asë si kemi vrau, edhe këtu më kanë thonë, po opinionin këto për mashtrojnë apo për rejnë, unë nuk e di se shka bojnë, se edhe kur vinim këtu ne, ato pala e damtuar, dhe më thonë vrasit, i akuzojnë këta tonë në gjithë, se kështu edhe apo ashtu, apo u bitë që apo nuk e di unë që fargjumën i ofendojnë, e këta nuk guzojnë, për shembull ati nuk guzojnë të nuk reagon kërkush. Në qoftë se ta tonë, kur i bojnë pitje, cilit do gjigjit apo atine dëshmitarëve shka janë të rrezikuar, nuk e di shka janë, atine nuk lejohet me shtru pitje, për shembull ti se më ke pa mu, qish më ke pa, kur më ke pa, pisa metre më konë, ku jë më konë, apo ku ishe ti, ajo do me thonë që ashtë të një manipulim i madhë, jo me qëse. Po më shehen. Deshta me bo, me di opinion në barë, të këtushëm edhe t'jashtëm. Edhe sidomos shqiptarëve shka janë në përpushtetje. Se nuk ka të bojnë në ta dinë, se nuk ka të bojnë me këta, se këta janë vrasës.
Njëherë për gjithmonë edhe u banën që di vetë edhe se sa këta, unë nuk e di, s'ka në kur gjonë këto në shka argument që janë vrasës. Se na maltretojnë nuk e di. Se nuk i maltretojnë veç ato të arrestumt. Po neve na damtojnë këtë familjen. Për shembull këta që janë burgosëm, këta kanë fëmijë, kanë familje, këta janë pa punë. Për shembull ata që jetojnë të shtëpia. Ata dojnë me hangër, ata janë njerëz, në kohë që dikush, ato janë njerëz, ato janë fëmijë, ato ka damtum, dhe me thonë që unë nuk e di se qish ka më të damtum se kjo. Unë i kësha me thonë se në ta dinë se na nuk jemi vrasës. Si thanë edhe këto të tjerët, jo kjo, jo ajo, nuk ka të bëjë kur gjo me rast. Një dhe dita ti përkraj edhe këto familjarët të burgosrëve, se nuk jemi vrasës, as terrorista, se populli shqiptar kur terror s'ka bo, as nuk banë, e sidomos në fëmijë, ajo që nuk ka shansa ta bajnë, por edhe një gjatë tjetër dhe ishte ata thonë, kur për i binë për bitolit të këto, gjatë transportit, si tha edhe ai se si kafsh i lidhin. Nuk mundën bagash mas të ishtin dur të lidhë mbrapa dhe të rëklet në gjip në rani nërgni. Qfar borgji i ka aja tja boja ata? Kur kërkojmë drejtësi, zdi ku kërkojmë. Kërkojmë të ministri drejtësi, së tomë si jamu në kompetent. Kërkojmë kush është drejtori i burgjeve. Te ajës jam. Kush është ai që u e patur dhe të banë ata? Nuk është hakmarja ajo. Jam i sigur që nuk ka dëshmi, as dëshmi materiale, as verbale. Kreta e akuza bazohet në dëshminë e dëshmitarit koduar. Me atë kemi pas kontakt deri tani me gjyqin dhe mbledhet akuzuarit disa herë, pothuajse 4 herë. Dhe në këto deklaratat e këtij ka shumë dallime kruciale, që sipas meje ky person nuk e din se ku gjendet vendi i Smilkovës, sipas meje. Deklaratat e tij janë shumë paushale dhe mendoj që këtë punë si palambrojtës do të argumentojmë. Unë të të mendoj që ky proces është prej fillim që i montuar. Ju vetë dini që ishin disa deklarata dhënëra për motivin e këtij procesit. Edhe ditën e sotme bile nuk dihet se edhe kush ka vepruar dhe cili është motivi i deliktit.